Republika e Kosovës voton këtë të diel për të formuar qeverinë e saj të re pas një fushate të shkurtër 10 ditore, nga ku kandidatët e partive kryesore kanë premtuar ndryshime të mëdha. Kryeministri në detyrë Hashim Thaçi garon për mandatin e tij të tretë në sloganin Misioni i ri. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, njëra ndër partitë më të mëdha të vendit, vjen në zgjedhje me premtime për krijimin e 200.000 vendeve të reja të punës, rritjen e rrogave si dhe krijimin e fondit të punësimit prej 1.5 miliard eurosh. Partia e drejtuar nga biznesmeni i njohur Begjet Pacolli vjen në siglën Na kryejm punë. Partia Aleanca për Kosovën e Re, udhëhequr nga Pacolli, në program të saj ka forcimin e gjykatave dhe luftën kundër korrupsionit, madje dhe bashkimin kombëtar. Partia AKR ka qenë në koalicion me PDK-n në qeverinë e deritanishme prodhuar në zgjedhjet e vitit 2011. Partia Lidhja Demokratike e Kosovës me në krye politikanin Isa Mustafa, njërin ndër politikanët më të vjetër të Kosovës, shkon në zgjedhje me premtimin kryesor për zhvillimin ekonomik dhe integrimin në Bashkimin Evropian. Mustafa, lideri i LDK-s, është shprehur se në raundin pasdjetëdor ai mund të bëjë koalicion me Albin Kurtin e Partisë Vetëvendosja, por kurrësësi me atë të Hashim Thaçit. Partia Vetëvendosja, një parti e së majtës në Kosovë, lindi në drejtimin e liderit të saj Albin Kurti, që në fillimet e saj në 2005 Partia Vetëvendosja ka qenë e qartë në kërkesën e saj që Kosova të jetë e pavarur si shtet nga instrumentat kontrollues të EULEX-it dhe Bashkimit Evropian. Në fokus të programit të vetëvendosjes dhe vet Albin Kurtit janë politikat sociale për të ndryshuar paparazinë, si dhe politikat të reja fiskale. Drejtimi i ri ose ushtari që u bë politikan Ramush Haradinaj vjen në zgjedhje si lider i Aleancës për ardhmërinë e Kosovës. Haradinaj ka premtuar hapjen e 200.000 vendeve të reja të punës, rritjen e pagës mesatare në 1.000 euro si dhe barazi përpara ligjit. Një fokus i veçantë do t'i jepet dhe sektorit energjetik.